Mirë, rikthehemi në këtë pjesë të tretë, në një kohë kur tensionet në Ballkan janë të larta dhe kërcënimet hibride po marrin forma të reja, Kosova është duke investuar fuqishëm në sigurinë e saj kombëtare. FSK-ja, Policia e Kosovës dhe Agjencia e Kosovës për Inteligjencë po ndërtojnë bashkë një arkitekturë moderne sigurie të mbështetur nga aleati kryesor strategjik Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por sfidat janë të shumta, nga destabilizimet e vazhdueshme në veri, te rrjetet e spionazhit, shërbimeve të huaja deri tek nevoja për modernizimin teknologjik në FSK. Marrëdhënia e Kosovës me SBA është halka themelore e sigurisë së vendit. Programet e trajnimit, shërbitjet dhe transformimi i FSK-s në një forcë moderne mbrojtjeje janë edhe rezultati i këtij bashkëpunimi strategjik, bashkëpunimi me Shqipërinë dhe mesazhet sot në ditën e flamurit. Ky është materiali që ju nje në vijim për më shumë. Kosova sot po bashkëpunon ngushtë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për modernizimin ushtarak, ngritjen e kapaciteteve dhe koordinim të politikave të sigurisë në rajon, veçanërisht në prag të tensioneve të shtuara në veri. Kosova ka pasur sfidat e saj që unë konsideroj si strukturore dhe jo strukturore. Ka qenë e penguar strukturalisht sepse e ka pasur të pamunshme që të ndarësohet në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, duke qenë se atje është votaruese dhe e cila pengon çdo mundësi të avancimit të Kosovës si anëtare kësaj organizate, me që do të nënkuptohej edhe një njohje plot e saj. Në anën tjetër, fakti që janë shumë proceset të tjera politike, si negociatat e Brukselit të cilat rrodhen më pas, nga 2011 deri në ditën që flasim, natyrisht Kosovën e lanë në një farë qorë sokaku. Është për të vlerësuar jashtëzakonisht fakti që Kosova, Shqipëria dhe Kroacia, natyrisht me pëlqimin besoj të heshtur edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kanë arritur një marrëveshje e cila duhet të avancohet edhe në nivel të funksionimit të plotë të saj, sa i takon raportet të mbrojtjes kur të trija, këto shtete do të na mbështesin njëra tjetrën në sfidat e saj që kanë, sfidat e tyre që kanë në raport me sigurinë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës asnjëherë nuk e kanë ulë angazhimin e tyre drejt ngritjes të kapaciteteve të forcave tona të armatosura. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm dhe forcat armatosura shqiptare që janë duke ndihmuar me provojën e vet, sidomos në antarësimin në NATO që ne po morëm nga ta dhe në shkollime dhe trajnime ndryshme që po kryejmë bashkë me forcat armatosura shqiptare. FSK-ja është duke përjetuar transformimin më të madh që nga themelimi, me mbështetjen e SBA-s dhe partnerëve të tjerë strategjik. Ajo po pajiset me teknologji të avancuar që rrit ndjeshëm aftësitë mbrojtëse dhe operative të vendit. FSK-ja ka bashkëpunim plot me NATO-n dhe anëtarët e saj, ka bashkëpunim plot me partnerët strategjik, është ndërtuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe partnerët strategjik. Bashkëpunimi i ushtrisë tonë me shtetin anë të Shqipërisë janë fakte të patjetërsueshme sepse me vite të tëra bashkëpunojnë mes veti, marrin pjesë edhe në misione ndërkombëtare, posaçërisht FSK-ja, ku ka marrë pjesën edhe në Turqi, edhe në ishujt Falkland, por edhe në Gibraltar, por edhe në gjitha pjesët e Shqipërisë duke filluar nga Fushkruja dhe deri poshtë aty ku e ka kërkuar dhe me thonë Shqipëria, kjo tregon gatishmërinë, kjo tregon edhe bashkëpunimin ndërsjell mes shteteve tona të Shqipërisë dhe Republikës Kosovës. Forcat tona të armatosura me blerjen e këtyre dronëve kanë bërë një blerje shumë të arsyeshme, shumë të nevojshme, shumë të qëllume, sepse ne do të duhet që të përgatitemi si Kosovë, si forcat armatosura që kalojnë nëpërmes kësaj situate të sigurisë globale, që them, është e brisht. Veriu i Kosovës mbetet pika më e nxehtë e sigurisë. Aksionet e policisë në vitet e fundit kanë rezultuar në zbulimin e rrjeteve të kontrabandës, armbajtjes së paligjshme dhe grupeve të organizuara që operojnë me mbështetje nga jashtë. Në prill të 2025-s në Mitrovicën e Veriut, policia sekuestroi sasi të konsiderueshme armësh, po ashtu shpërthimi i kanalit në Iber-Lëpens në Zubim Potok u cilësua si akt sabotazhi me synim destabilizimin e zonës. E kemi parë rastin Bonskës në shtator vitit 2023, pastaj kemi pasur sulmin terrorist në objektet vitale të Republikës Kosovës, siç ishte Iber-Lëpensi, sepse këtu e sulmuan drejt përzdrejti energjetikën e Kosovës. Ndërhyrja apo shkelja hapësirës ajrore me dron që ka bërë disa herë në pjesë të ndryshme të Kosovës. Unë mendoj që këtu janë edhe provokime drejt përzdrejtit të NATO-s. Sfida kryesore për sigurinë nacionale të Kosovës në kuptimin e kërcënimeve
tradicionale dhe jo vetëm mbetet Serbia, për shkak se Serbia nuk e njeh statusin politik të Kosovës, pra nuk e njeh shtetin e Kosovës. Serbia vazhdimisht që nga përfundimi i luftës ka ndërhyrë në Kosovë me qëllim që Kosovën ta paraqesë si një shtet jo funksional. Kosova nuk është imune kur ballafaqohet me kërcënime të tilla që mund vinë nga jashtë, siç po quhen tash këto lufta hibride apo lufta speciale. Dhe këtu natyrisht institucionet tona luajnë një rol jashtëzakonisht të rëndësishëm. Këto janë kërcënime të cilat asnjë shtet nuk mund t'i luftojë si izoluar. Prandaj edhe Kosova, institucionet e sigurisë kanë një bashkëpunim dhe një partneritet të jashtëzakonshëm me institucionet homologe të vendeve partnere. Në muajt e fundit, Kosova është përballur me rritje të aktiviteteve të spionazhit, veçanërisht nga struktura të lidhura me shërbimin sekret serb BIA. AKI në koordinim me policinë dhe prokurorinë speciale ka ndërmarrë operacione të njëpasnjëshme për neutralizimin e individëve të dyshuar. Operacionet vazhdojnë dhe autoritetet janë zotuar të mos tolerojnë asnjë veprim që cënon sigurinë e vendit. Mendoj që AKI-ja ka arrit deri këtu një rezultat apo një avancim në aspektin profesional jashtëzakonisht mirë. Kemi parë Bojnska nuk është zbuluar nga uniforma, po është zbuluar edhe nga inteligjenca, po edhe nga partnerët tonë që na kanë mbështetur, na kanë ndihmuar. AKI-ja do duhet që të mbështetet akoma më shumë nga institucionet tona të shtetit, duhet të ketë logjistikë më të fuqishme, duhet të ketë edhe mjete financiare më të mira, më të avancuara apo më të fuqishme, që ajo të ketë mundësi që të zgjerojë kapacitetet e veta, që të punojë më shumë, sepse ne do duhet ta kishim një inteligjencë shumë profesionale, sepse armiku jon shekullor, armiku edhe tani, po edhe në tarmen, do të jetë Serbia. Inteligjenca jon, atëherë po besoj që ne kemi krijuar një shërbim profesional, i cili funksionon krejtësisht konform ligjit dhe i cili po besoj ka një bashkëpunim jashtëzakonshëm me institucionet si motra të vendeve partnere të Kosovës. Institucionet e sigurisë, sidomos Agjencia e Kosovare e Inteligjencës, ka arritur që për një periudhë rekordit të arritë të arrestoj disa bashkëpunëtorë ose të infiltruar të shërbimit sekret serb, të cilat kanë dashur që të pengojnë përmes veprimeve konkrete gjithë këtë histori suksesit të Kosovës. Tashmë kjo ka filluar që të jetë tepër efektive. Siguria në veri është testi më i madh i institucioneve të Kosovës. FSK, policia dhe AKI janë në gatishmëri të vazhdueshme me patrullime të përbashkëta, vlerësime operative dhe koordinim të plot. Rritja e kapaciteteve ushtarake përfshir dronet Skydagger dhe raketat Javelin. Ka dhe një funksion tjetër, forcimin e mbrojtjes dhe parandalimet në veri, duke dërguar mesazhin se çdo tentativë destabilizimi do të përballet me reagim profesional dhe të menjëhershëm. Që deri në vitin 2028, duke i përcjell gjithmonë vorbollat e sigurisë, me pajisje më të fundit teknike që po i avancon ushtria jonë, mendoj që në vitin 2028 do ta kemi një ushtri pastër me kapacitetet plota për veprim. Bashkëpunimi mes institucionit të FSK-s dhe AKI-s, unë mendoj që është i shkëlqyeshëm, ashtu siç është bashkëpunimi mes AKI-s dhe policisë që parashihet edhe me ligj. Marrëveshja që është bërë mes Kroacisë, Shqipërisë dhe Kosovës është një mesazh i qartë që Serbisë ju ka dhënë që ne nesër nëse ka nevojë do të bëhemi bashkë, do të bëjmë kapacitetet bashkë për mos me lënë mos Serbinë me zhvillue luftra, me zhvillue operacione që ka zhvilluar vitet 90-ta, e mos shkojmë edhe para viteve 90-ta që çdo herë ka pas pretendime territoriale dhe ka pas synime që të jetë një lloj zhandare apo polici këtu në Ballkanin Perëndimor. Kosova po ndërton një sistem modern sigurie të mbështetur nga teknologjia, partnerët strategjik dhe profesionalizmi i institucioneve të saj. Dronet Skydagger, raketat Javelin, aksionet kundër grupeve ilegale në veri dhe arrestimet e fundit për spionazh tregojnë se vendi po hyn në një epokë të re të sigurisë kombëtare. Kosova sot është më e përgatitur, më e koordinuar dhe më e vendosur se kurrë për të mbrojtur territorin, sovranitetin dhe sigurinë e qytetarëve të saj. Në këtë 28 nëntor, edhe siguria shihet si simbol i bashkimit mes dy vendeve. Ky 28 nëntor duhet të jetë edhe reflektim
për rrugën e vështirë që ka kaluar Kosova. Dhe natyrisht si një mundësi që Shqipëria paraqet për të reciprokisht për të forcuar ekonomikisht, politikisht, por edhe në sferën e sigurisë dhe mbrojtjes që për 28 nëntor duhet të jenë edhe simbolik ndër të tjera. Ato që kemi fituar me gjak, ta mbrojmë nëse ka nevojë me gjak. Dhe këto do ta bëjmë gjithmonë. Dhe kjo është shumë esenciale dhe shumë e nevojshme dhe për atë arsye unë e falenderoj kështu publikisht nëpërmes kësaj interviste shtetin shqiptar, i uroj gjithë qytetarëve të Republikës Shqipërisë gëzuar ditën e flamurit, gëzuar ditën tonë kombëtare dhe dash Zoti që edhe Kosova vitin e ardhshëm t'i hapë rruga për NATO dhe të ecëm drejt Bashkimit Evropian, dy shtete sovrane dhe atje të bashkohemi siç e kemi thonë shumë herë bashkimi kombëtar. Bashkimi kombëtar do të bëhet në Evropë.